Bestingdoj medalje dhe kupa ekipit kampion në duar tuaj. Besoj që merituat gjithçka në këtë tornet këtij viti. Nga të parë, më falni për emocionet se edhe në sezonin 2024 kam pas emocione, por jo kaq shumë sa sot. Më duk se ishte hera parë se shkelin në fush bashkë me ekipin. Po e vërtet, edicioni 2 që bëhet, edhe hera 2 që dalim kampion. Dominum në çdo aspekt, po e rëndësishme është se shkoi gjithçka shumë mirë, shumë fair play. I falënderoj të dy ekipet dhe të 8 ekipet pjesëmarrës që treguan kulturë, respekt, konkurrencë, fair play. Përshëndoj pjesa e parë dhe deri nga fundi i ndeshjes një rivalitet dhe i barabartë rezultate në fund të zgjidhet. Pa. Hera parë thash edhe herë se kam pas kaq emocion finale, sikur të ishte dita e parë që shkelin fush, sepse ishte çdo minutë, çdo sekond rivalitet, forcë, luftë sportive e dhe fiton rezultati vet 1-0 në 5 minutën e fundit. Falenderoj ekipin kundërshtar se na dhuroi spektakël me drejtuesit e tyre, me një staf të mrekullueshëm. Bravo meritat pa me KF Shkodrës. Velipoja V, çfarë në kupton ky emërtim i ekipit tuaj? Ja kam vënë emrin në 2024, edhe nuk do t'i ndrohet më sa ti përkase kësaj disiplinet, sepse zemra ime është te 2 ekipe. Te Velipoja, edhe se ka qenë Oda Velipojës fatkeqësisht për momentin nuk është më, ndëm zemra. Miksim vej është vllaznia, se është një jetë që kontriboj dhe marr frytet e këtij 2 ekipeve. Të Adës Velipojës edhe të vllaznisë, prandaj ja kam vënë Velipoja pikë, miksim me vllazni. Trofeu i dytë që Velipoja vë shpallet kampion në këtë kampionat është një sinjal ndoshta edhe për futbollin e madh që Velipoja e madhe skuadra e parë të rikthehet në kampionat. Gaci, këta ty ta kam theksu dhe të falenderoj shumë disa herë se Velipoja një moment do të bëhet me ekip. Edhe do të jetë një projekt shumë i mirë. Këtë nuk mund ta konfirmoj sepse kam 2 çunat që janë në momentet më të mira të karrierës tyne, janë hapat kryesore që do t'i kryjm, pastaj do kthehem me ndihmën e Zotit, kur të sistemojnë çunat do rikthehem prapë edhe të kontriboj e të vazhdoj për ekipin e Velipojës, e theksoj. 1.000 euro premio për ekipin kampion. Shkon e gjitha për çunat. Edhe nuk do më jaftoje, do ketë edhe më tepër. Urime suksese. Zoti rujtje, shumë faleminderit.